إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin, të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun Azza wa Jall, mbrojtësin e vetëm, të na ruaj, të na mbroj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Të dashur vëllezër, gjithmonë e përsërisim thënien e dëgjuar, me të vërtetë atë njeri që Allahu udhëzoi nga në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta humbë nga kjo rrugë. Dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, nuk ka kush që ta udhëzoi në atë rrugë përveç tij. Këto dy fjali shumë të rëndësishme duhet t'i përkujtojmë vetet tona me të dy fjali, të cilat përmbajnë dhe na kujtojnë vlerën dhe mirësinë e madhe që ka udhëzimi në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dhe se ky udhëzim është vetëm sukses nga Allahu I madhëruar. Sukses dhe dhuratë dhe dhunti vetëm nga Allahu I madhëruar. Dhe këtë dhuratë, këtë dhunti, këtë mirësi të madhe duhet ta ruajmë duke qenë të drejtë në rrugën e vërtetë, duke qenë të udhëzuar, duke qenë të nënshtruar në atë që Allahu ka urdhëruar, dhe të jemi sa më larg kundërshtimit të krijuesit I cili na udhëzoi në atë që është më e mira në rrugën e vërtetë në Islam, sepse gjunahet janë shkaku kryesor që mundet ta çojë njeriu në humbje dhe askush prej nesh nuk e ka të sigurt përfundimin e tij. Një nga frikat më të mëdha që I friksonin dhe mund themi I tmerronin të parët tanë ishte si do jetë përfundimi im. Dhe mënyra më e mirë për ta mbrojtur besimin, për ta ruajtur atë, është t'i përmbahesh detyrave, urdhëresave që Allahu ka urdhëruar, dhe t'i friksohesh gjunahit tënd. Shembulli I besimtarit para gjunahit është si shembulli atij I cili është poshtë një mali dhe ka frikë që ky mal t'i bie mbi të. Dhe shembulli I munafikut, shembulli I fajrit, prishurit para gjunahit është si shembulli atij I cili I vjen një mis para dhe thjesht e largon me dorë. Nuk I jep rëndësi. Besimtari duhet t'i friksohet përfundimit të tij, si do jetë momenti kur të dalë shpirti, është I moment që të gjithë ne do ta shijojmë, kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo kush do ta shijojë vdekjen. Por se çështja nuk ndalon këtu. Si do jetë ky përfundim? A do vi engjëlli dhe të thotë, dhe padyshim, ky është premtim profetik. Engjëlli do vi, do ta marrë shpirtin, o do të përgëzoj me xhenet, me mëshirën e Allahut, ose Allahu na ruaj, do të kërcënoj me dënim dhe përfundimin e keq, me zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj nga ky përfundim. Gjithashtu vazhdon teksti I hapjes të një ligjërate dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe dërguari I tij. Me këtë dëshmi ne rinovojmë besimin ton. Çdo besimtar dëshmon me të dëshmi çdo herë. Por se ne çdo herë kur e themi këtë, rinovojmë besimin ton dhe I kujtojmë vetes se dëshmia më e madhe, dëshmia më e vërtetë është shahadeti la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah, I cili është çelësi I xhenetit. Dhe është dëshmia më e madhe që duhet realizuar në jetën tonë. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë, vetëm se Allahu I madhëruar I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam
është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Shumë mund ta thojnë këtë fjalë, por se pak janë ato të cilët i jepet sukses që ta realizojnë, ta plotësojnë këtë fjalë madhështore. Të dashur vëllezër, sot për ju unë nuk kam zgjedhur ndonjë mësim i cili lidhet, një mësim akademik, që mund të shpjegoj një çështje mesele, pra një çështje që lidhet me akiden, pra të shtjelluar, ose një çështje që lidhet me fikun, por se janë disa porosi, këshilla edukative që lidhen me metodologjinë e besimtarit në lidhje me besimin e tij, në lidhje me moralin e tij. Në radhë të parë lut Allahun e madhëruar, para se të filloj, të na japë sinqeritet në fjalët tona dhe në punët tona, dhe e lut Allahun e madhëruar të na japë një përfundim të mirë dhe ai është i kënaqur me ne. Të dashur vëllezër, dietarët flasin për një temë shumë të rëndësishme, e cila është fiqhul auliyat. Të dish dhe të kuptosh se cilat janë gjërat primare në besimin tënd, në fen tënde. Ka gjëra që janë të rëndësishme, ka gjëra që janë më të rëndësishme. Ka gjëra që janë të dobishme, të mira dhe ka gjëra që janë më të mira. Ka çështje dhe gjëra të cilat janë të ndaluara, të dëmshme për besimin tënd, për moralin tënd, por ka gjëra që janë dhe më të dëmshme. Allah i madhëruar na tregon në Kur'an, në Kur'anin famlar, në ajetin kuranor, wa hadaynahu najdain. Dhe ja treguam njeriut rrugën e vërtet dhe rrugën e kot. Ja treguam atij rrugën e humbjes dhe rrugën e shpëtimit. Në përgjithësi, çdo njeri mund të dallojë të keqen dhe të mirën, por se pak janë ato të cilët mund të ndallojnë midis dy të mirave, cila është e mira më e mirë për të vepruar, kur këto dy të mira vinë në një moment për të zbatuar, në një çast. Dhe pak janë ato të cilët mund të dallojnë midis dy shijave, cila është e keqja më e madhe dhe më e dëmshme për ty. A mundet njeriu vetëm me logjikën e tij të njihet për të mirën dhe të keqen? Si njihet besimtari, pra si mund ta njohësh rreth të parë cila është e mira dhe e keqja? Para logjikës, besimtari bazohet dhe mbështetet për të njohur për të vërtetën, për të mirën, për dobishmen, tek argumentet e shariatit. Pastaj vjen mendja dhe logjika e cila e analizon këto argumente. Dhe nuk është mendja e para e cila ne bazohemi dhe pastaj klasifikojmë argumentet në bazë saj mendje. Gjithashtu, për dalluar se cila është e mira më e domosdoshme për ty dhe më primare për të vepruar, nuk mund ta njohim thjesht mujarrad me mendjen tonë, me logjikën tonë, por se ne bazohemi te Kurani dhe tek Suneti, te tekstet hyjnore. Një nga hadithet që tregojnë në lidhje se cila është më primare dhe më e domosdoshme në lidhje me besimin ose me dawen, me thirrjen dhe ftesën e tjerëve, është hadithi i Abdullah ibn Abbasit, një hadith që regjistrohet tek Buhariu dhe Muslimi, që njihet si hadithi Muadh ibn Jabelit, të cilin profeti alayhis salam e dërgon ku? E dërgon në Yemen. Dhe i thot: O Muadh, do shkosh tek një popull që i përkasin idhtarëve të librit. Gjëja e parë, gjëja e parë me cilën ti do t'i ftosh ata është zekati. Jo. Është agjërimi? Jo. Është haxhi? Jo. Cila është?
Gjë e parë që ti do t'i urdhërosh njerëzit, do t'i mësosh ata se çfarë ka bërë detyrë Allahu fillimisht mbi ata. Gjëja e parë dhe çështja e parë për të cilën ata janë të urdhëruar është t'i ftosh se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar, i vetëm dhe i pashok, dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ata të përgjigjen, kushti? Nëse ata të përgjigjen, mësoj atyre, urdhëroj ata se Allahu i madhëruar, Allahu i madhëruar, i ka bërë detyrë për ata 5 namaz. Fillimisht mësojmë në fillimin e hadithit fjalën nga fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam, awwal, gjëja e parë që duhet të fillosh me thirrjen e të tjerëve është tauhidi, është akidia, është besimi se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar. Dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse ata përgjigjen e pranojnë shahadetin me zemrat e tyre dhe dëshmojnë atë, a pranohet shahadeti pa u dëshmuar? Thotë dikush, unë e pranova, po se dëshmoj. Jo. Është kusht për besimin të quhesh musliman, pra normalisht nëse ka diçka që nuk të pengon për ta shqiptuar, është shqiptimi dhe dëshmia e shahadetit. Dhe nëse ata e pranojnë këtë, i përgjigjen kësaj, atëherë mësoj atyre se Allahu i madhëruar i ka bërë detyrë. Allahu i madhëruar i ka bërë detyrë. Dhe kur thot Allahu i madhëruar ka bërë detyrë, është një edukim që feja është nga Allahu dhe i dërguar i tij, nuk është nga shehlerët, xhallarët, njerëzit, mendjet tona, ëndjet tona. Detyrimi është nga Allahu. Gjykimi i takon Allahut, i takon të dërguarit të tij, sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i takon askujt tjetër. Dhe nëse ata përgjigjen, pra i përgjigjen namazit, binden, ka ardhur wa in ata'u, dhe nëse ata binden, mësoj atyre se Allahu ka bërë detyrë mbi ata të nxjerrin zakatin. Mbas namazit. I merret të pasurve të tyre dhe i jepet kujt? Të varfërve, nevojtarëve të tyre. Hadithi Muadhit në këtë temë është nga hadithet ku ne mbështetemi dhe mësojmë se në dawe dhe në besimin ton gjithashtu, gjëja më e rëndësishme cila është tauhidi, është besimi, është shahadeti. A mundet të pranohet namazi, pra dikush falet, po s'ka pranuar se adhurimi takon vetëm Allahut. Fal namaz, po shkon dhe tek varret. Shkon dhe tek teqja. Shkon dhe tek vendet në thonjza të mira. Ose beson se dikush tjetër përveç Allahut di të fshetën. A pranohet shahadeti në këtë rast? Jo. Gjëja e parë, dhe namazi ti prap nuk pranohet, nëse ai ka këtë besim gabuar. Dhe gjëja e parë që ne duhet t'japim rëndësi vetes son, familjeve tona, njerëzit që na rrethojnë, është mësimi i tauhidit. Tematikat që lidhen me tauhidin. Prandaj sot shohim disa njerëz që tallen ose bëjnë ironi, tauhidi. Tërparimet. Po ngjerë këtë tërparimet. Po ç'është Fatihaja në vetvete që ne përsërisim çdo namaz? Ç'është Fatihaja? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon vetëm Allahut, krijues të gjithësisë, të gjithë shkaje. Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshirues të mëshirbërësit. Maliki Yawmiddin, sundues të ditës gjykimit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Deri në fund.
Në të ka 3 lloje të tauhidit. Po a ka dikush që thot, po u mërzit me Fatihan, na zgjidh diçka tjetër. Pse pikërisht kuptimet e surës Fatiha, që është sura më madhështore, cila është sura më madhështore në Kur'an? Fatihaja. Ai më madhështor? Kursi. Të dyja përmbajnë akide. A mund pranohet një punë e mirë pa pasur besimin? Ishte njëri në ignorancë që jepte sadaka shumë, ndihmon të varfërit. Aisha radhiyallahu anha e pyet qëllimisht për selam, për përfundimin e këtij personi. Cili është? Thot, si do jetë ndryshe, thot. Kur ai s'ka thënë një herë, o Zoti im, më fal gjunahin ditën e gjykimit. Pra, nëse ne neglizhojmë çështjen e tauhidit, që është shkak për përqendrimin tonë në fe, ky tauhid, që do thot besimin në Allahun, besimin në fenë e tij, besimin në profetin alayhis salam, që janë 3 pyetje që njeriu do pyetet në varr. Sheikhul Islam Muhammad ibn al-Wahhab bëri një libër shumë të thjeshtë, që 3 parimet, ose 3 bazat, ose 3 bazat që i mësohet njerëzve të zakonshëm, për të gjithëve. Këto 3 baza i ka përfituar nga hadithi kujt? Hadithi që tregon që do pyetet njeriu në varrin e tij me 3 pyetje. Cili është Zoti yt, cila është feja jote dhe cili është i dërguari që erdhi tek ty. Nëse ne nuk e kuptojmë tauhidin siç duhet, me tematikat dhe çështjet që lidhen me tauhidin, nëse ne nuk mësojmë të kundërtat e tauhidit, i dhujtarin dhe llojet e dhujtarisë dhe të mohimit, atëherë a është e mundur të ruhet diçka kur ti nuk e di rëndësinë e saj, ose nuk e di ç'është e saj, nuk e njeh? Dhe askush nuk mund të thotë që unë arrita plotësova njohjen time rreth tauhidit. Besimtari ka nevojë për herë të përsërisi dhe ato që ka mësuar çështjet e kujt? E tauhidit, besimit të akidës, sepse vetë përsëritja përmban mësimin në të. Dhe ka qenë shembulli i dietarëve që i përsërisnin librin e 3 parimeve, librin e tauhidit me qindra erë. Unë sa kam qenë në Medinë, mbaj mend nga dietar të ndryshëm, pa egzagerim, bërë një vit, libri 3 parime mund të shpjegohesh 10 herë. Ose kitabu tauhid, ose libri tauhidit. A mos ata, për një vit, ata nuk i dinin më këto çështjet, ose nxënësit që ishin aty nuk i dinin këto çështje? Por se ka bërë Allahu Azza wa Jall, që mundin askujt nuk mund ta humbi. Nëse nxënësi dijes kërkon dijen dhe duron, në çdo ulje, në çdo xhelse, në xhelset e dijes, të bëjmë dijes, do përfitosh çështje të re. Dhe këtë dëshmon kush ka prezantuar. Uleshim në, marroshim për shumë një libër, 3 parimet, nga një dietar, shumë Sheikh Abdulrazak El-Badr, Allahu e ruajt. Jo pa qëllim i përmend të emrat, se du pak referenca xhamati jon, edhe pse disa ndoshta nuk i pëlqen kjo. Le të si thosh, s'kam që t'i bëj, nëse nuk i pëlqen. Përfitonim disa çështje gjatë shpjegimit të këtij libri. Mronte pra shpjegimit të këtij libri, mbas 3-4 muajve, Sheikh Salih Sindi, për shembull, shpjegonte 3 parimet. Përveç metodikës së ndryshme mund të kishin të dietar të njohur, profesorë të njohur në Medinë, thelbi ishte i njëjtë. Tematika ishte e njëjtë. Por dhe përfitimi ishte ndryshe. Qoftë ku i njëjti profesor përsëriste, vitin që vjen, ose mas 2 vjetësh, qoftë profesorët e ndryshëm të jepshin përfitime dhe dobi të ndryshme. Vetë ne kur lexojmë Kur'anin. Dhe këtë dëshmon çdo lexues i Kur'anit, qoftë dëshirë. E merroni një leximin e Kur'anit, përfitove shumë dobi për imanin, për moralin tënd. E lexon prapë.
Këtë unë e ka provuar vetë. Lexoje prap. Përfiton të tjera gjëra. Dhe asnjëherë nuk mund të thuash, hajt, mjaft tani, unë përfitova dhe s'kam më nevojë të lexoj rreth kësaj tematike. Po, mund të themi ne për shkak për një çështje që lidhet me një temë tjetër që ti e ke mësuar. E lexova një herë, dy herë, tre herë, një temë prej temave për shembull në lëmin ose shkencën, për shembull që lidhet me shkollën, diçka për shembull themi, dhe ato kanë atë nevojën e tyre që ti të thellohesh, por se një libër të vogël që ti e ke lexuar disa herë, thon mjaft, mos e lexova s'kam më. Ke librat që lidhen me wahyin, me shpalljen, me Kur'anin dhe Sunetin, jo, kjo nuk ndodh. Gjithashtu, hadithi që tregon që Islami ndërtohet në 5 shtylla. Rënditja nuk është e paqëllimt. Çka ka thënë? Si është hadithi? Ndërtohet Islami mbi 5 shtylla. Pastaj fillon me kë? Me agjërimin? Jo. As me haxhin? Jo. As me zakatin. Fillon me kë? Me shahadetin. Me dëshminë. Pastaj me namazin. Dhe namazi është shtylla e fesë. Po kjo shtylla e fesë nuk pranohet nëse s'është para. Sa do ti të falësh 5 namazet, të falësh namaz natë, nëse nuk ke plotësuar të parën, nuk pranohet asnjë punë tjetër më pas. Si ndërtesa e cila ka bazat, ka muret, pra ka themelet, bazën, muret dhe çatim. Dhe Islami kështu është. Ka gjëra që është më të rëndësishmet, që është tauhidi dhe sinqeriteti në tauhid, realizimi i tauhidit, dhe këto adhurime janë ligjëruar nga urësit ose urësia kryesore për vërtetimin e tauhidit. Haxhi, agjërimi, zakati, namazi është për të realizuar të parën. Gjithashtu, punët e brendshme janë më parësore se punët e jashtme, që është një temë shumë e rëndësishme. A'malul qulub, punët e zemrës, sinqeriteti në krye, dashuria, mbështetja, shpresa, frikë respekti, përulja, përkushtimi, përgjërimi, janë më të rëndësishme se punët e jashtme. Ka në hadithin e sakt, në trupin e njeriu ndodhet një copë mishi. Nëse ajo rregullohet, çka ka? Më pas ndërtohet. Gjithçka është me rregullt, më sakt, më shëndosh. Dhe nëse ajo prishet, atëherë çdo gjë që vjen pas saj është e prishur. Prandaj hadithi është i tmerrshëm, për kuptimin e fjalës është i frikshëm, hadithi që kur lexonte Ebu Huraira i binte të fikët. Flet për 3 persona që kishin punë shumë të mëdha kur shikoje. Mujahidi, alimi dhe ai që jepte sadaka. Dordhënsi, bujari. Këta kishin punë të jashtme shumë të mira. Për çfarë i mungonte atyre? Puna e brendshme, sinqeriteti. Prandaj besimtari duhet të bëj shumë mujahede, shumë luftë me veten e tij. Sinqeriteti është baza e bazave. Sinqeriteti në tauhid, në besim, është baza e bazave. Dashuria për Allahun. Frikë respekti nga ai. Mbështetja tek ai. Shpresa. Të gjitha këto janë punë të zemrës, që nëse këto janë të shëndosha të mira, atëherë dhe punët më pas do jenë më të lehta. Nga gjërat të cilat lidhen me ritet, me adhurimet, t'ja disa shembuj në lidhje se cilat janë më parësore, për shembull, në vlerë dhe në zbatimin e tyre. Cilat janë nga namazet që ne falim farz. Falim namazin farz 4 rekat të kujt, të dhuhrit dhe të astrit. Dhe falim farz 2 rekate të kujt, e sabahut. Cili është namazi më i vlefshëm dhe më me vlerë tek Allahu i madhëruar?
Namazi sabahut, a o dhuri që është 4 rekat? Që është 2 rekat. Një mendje para thjesht do thot 4 rekat ka më shumë rekat. Dhe 2 rekat ka më pak. Dhe 4 rekat janë më shpërblyera. Kjo është logjika jonë e parë. Po çfarë thot Allahu në Kur'an? Dhe me të vërtet, Kur'ani i Fexhrit ka në meshhuda. Ka një dëshmi të veçantë. Namazi më i mirë që ka ardhur, më i vlefshëm, më i shpërblyer, cili është? I sabahut në ditën e kujt? Mashallah, Allah shpërblet. Ditën e xumë. Namazi i sabahut në xumë. Apo jo? Dalim tani ke namazi i sabahut. Farz, 2 rekat me sunetet e kujt? E sabahut. Për kushtimi është i njëjtë. 1. 2 rekat janë të njëjta, 2. Themi të dy janë, pra të dy ngjondet janë të sinqerta. 3. Po një ndryshim është. Ky është farz, ky është sunet. Shpërblimi më i madh cili është? Kjo farzi. Cili është argumenti hoxh? Dum argument. Hadithi. Cili është hadithi? Gjëja që më shumë afrohet robi im tek unë është ajo që unë e kam bërë detyrë. Gjëja që robi afrohet më mirë, që unë e dua më shumë tek unë, është ajo që e kam bërë detyrë. Vazhdon robi të afrohet tek unë me nafile, derisa unë e dua atë. Atëherë ai shikon atë që do Allahu dhe pron atë me dorën e atë që do Allahu Azza wa Jall, shkon këmbë aty ku do Allahu i madhëruar, ku është kënaqur, kur ai kërkon mbrojtje Allahu e mbron, kur ai lut Allahu i madhëruar i përgjigjet. Dhe gjëja, dhe ky është hadith për që mbyllim një gjë shumë prekse, dhe gjëja që Allahu heziton më shumë është marrja e shpirtit të besimtarit, robit të tij. Hezitimi i Allahut madhëruar nuk është hezitimi i njeriu që është bazuar në mosdije ose përplasje dy dëshirave për shkak pamundësie të japi zgjidhje. Heziton njeriu. Jo, Allahu e sqaron për çfarë është hezitimi. Thot, me vdekjen e robi im lëndohet dhe unë nuk e dua lëndimin e robit tim. Dhe një përsëris. Me vdekjen robi im lëndohet, i friksohet normal, është njerëzore, diçka që ne nuk e dim. Dhe lëndohet. Vdekja ka sekarat, inna lil mauti la sekarat, vdekja ka agoni. Dhe unë nuk e dua, po është patjetër. A ka dikush që shpëton nga vdekja? Jo. Innaka mayit wa innahum mayitun. Ti do të vdesësh, personat do të vdesë pas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Dhe këtu dalën për herë kur lexoj këtë ajet kuranor më tërheq shumë, sikur pra profeti sallam a ka pas nevojë të kujtonte vdekjen? Pa edhe njëri i thjesht e di që të vdes. Përkujtimi i profetit sallam është përkujtim dhe për ne. Kjo është e para. Dhe e dyta është natyra njerëzore ka qef ta mos e kujtoj vdekjen. Do ta harroj. Mos ket dhe një mezhlis kur bëhet një çështje për shumë për vdekjen, do të çfarë të hapet temën e vdekjes. Mbyllë herë të kapak, ndroj mohabet. Kurse besimtari jeton me vdekjen. Pra si proces. Kush lexon ajetin Kursi, mbas çdo namazi, çfarë shpërblimi ka? Xhenetin. Nuk e pendon dhe se vdek. Ose lutjet që bëhen natën para se të flesh. Që lutjet e gjumit para se të flesh. Janë ca lutje aq madhështore, të cilat edukojnë njeriu, besimin e besimtarit. Zoti im, ta dorëzova shpirtin të. Nëse e merr, më shiroj. Nëse e lë, mbroj. Zoti im, salamtu nafsi ilejk. Aslamtu nafsi ilejk. E dorëzova shpirtin tim tek ty. Pra dihet që kur je në gjumë, shpirti çfarë bën? Del. Jo dalin përfundimtare, shkputet, po del. Qoftë vdekja e vogël. Dhe Allahu thon në Kur'an, dhe atij që ne kemi caktuar vdekjen e marrim, nuk e kthejmë rap, dhe atij që kemi caktuar jetoj për fal kohë, ja kthejmë. Por se është aq i qartë besimtari në lidhje me jetën dhe vdekjen, sa në lutjet para gjumit
Janë disa lutje madhështore që unë tani gjitha nuk i kujtoj dot. Një nga lutjet është kjo që thash pak më parë, Zoti im ta dorëzoj shpirtin të, dhe shpirti është i Allahut. Po njeriu dorëzohet. Pra Allahu të vërtetë kërkon dorëzohu. Nështrohu. Pranoje. El qabul, el istislam. Pranim dhe dorëzim. Dhe nështrim. Nëse merr shpirtin tim, më shiroje. Siç ke më shiruar robët e tu besimtar. Dhe nëse e lëshon, mbroje atë. Besimtari në lidhje me vdekjen është shumë i qartë. Siç ka ardhur Etheri, idha asbahta, nëse ti gdhihesh mos e prit mbrëmjen, dhe nëse ti ngrysesh mos e prit mëngjesin. Një nga pyetjet që më është bërë neve si klasë në ku kam qenë në shkollë të mesme, në erdhi një shoqat, nuk e di çfarë ishte, shoqat fetare, diçka tjetër, edhe nga pyetjet që na bën aty më mend, ishte çfarë i friksohesh më tepër. Shumica shkruajtën vdekjen edhe pleqërinë. Njëri vetëm shkruaj diçka tjetër. Një shoku im, s'do ta përmend emrin, se ndoshta edhe nuk do, pa shok klase, dhe ai nuk ishte besimtar, pra praktikant. Thonë friksohem ta çfarë ndodh mbas vdekjes. Çka ka mbas vdekjes? Natyra e njeriu. Çka ka mbas vdekjes? Dhe ne këtë kemi. Nuk është çështja vetë si procesi, pra si vdekja ne friksohemi asaj. Jo, ç'a të vjen më pas. Dhe besimtari përgatitet për atë që vjen më pas. Dhe ka ardhur hadith për këtë. El Kayis i zgjuari, cili është ai cili përgatitet në mënyrën më të mirë për atë që e pret pas vdekjes. Dhe një herë, i zgjuari të shoqëria jon, sekuralistë, cili është ky, laik. Atëherë ke shoqëritë që kanë kaluar, ke ideologjit. Në Islam ka një progresim tjetër. I zgjuari është ai cili përgatitet në mënyrën më të mirë për atë që e pret pas vdekjes. Mbaroi. Nuk kam të zgjuar se. Nuk kam të zgjuar se besimtari i sinqert. Prandaj, kuptimi i çështjes të dallojmë midis dy të mirave, cila është e mira më e mirë, dhe midis dy të këqijave, cila është e keqja më e madhe, më e rrezikshme, është një rregull shumë i rëndësishëm i shariatit. Dhe kanë quajtur dietarët njohjen e kësaj dhe kuptimin një nga qëllimet e shariatit. Shumë gabime, shumë problematike që ndodhin në shoqëritë islame, ndodhin për shkak të mosdallimit të kësaj çështje. Për shembull, në lidhje me dawën. Pra dawa ose ftesat të tjerëve në islam, ose urdhërimi në të mira, ndalimi nga e keqja, ndryshon në bazë të dëmit dhe dobive. Jo çdo urdhërim në të mirë quhet e mirë. Dhe jo çdo ndalesë nga e keqja quhet e keqe. Ose quhet e mirë, më falni. Jo çdo dalim nga një e keqe quhet e mirë. Nëse urdhërimi në të mirë bëhet sipas kriterit që shariati ka lejuar, është urdhërim në të mirë i vërtet. Dhe nëse ndalimi nga e keqja bëhet në bazë të kujt? Të asaj që shariati ka vendosur si kritere, atëherë prap themi që kjo është një e mirë. Sepse një nga qëllimet, pra ose rregullat e shariatit është që jemi të urdhëruar të plotësojmë dhe të realizojmë interesat dhe dobit, dhe t'i paksojmë të këqijat dhe largohemi prej tyre. Nëse unë urdhëroj dikë në të mirë, por se shikoj që ky urdhërim në të mirë çojë në një të keqe, a më lejohet mua ta bëj këtë, pra ta urdhëroj të mirë? Jo. Nëse ndalimi nga e keqja, një të keqe, më çon në një të keqe më të madhe,
A më lejohet mua ta ndaloj të keqe? Jo. Në emër të kujt të urdhërimit në të mira, ndalimin nga e keqja, një nga grupacionet që janë Khawarij kanë abuzuar. Thot, ne kritikojmë, kritikojmë. Ne këshillojmë. Feja është këshill, urdhërimin në të mira, ndalimin nga e keqja, i kanë konsideruar dietarët shtyllën e gjashtë të Islamit. Po, e vërtet. Po, rëndësia është shumë e madhe. Le të jetë për jush një popull që del dhe urdhëron në të mira, ndalon nga e keqja. Jeni populli më i mirë që keni dalë në tërë njerëzimin. Urdhëron në të mira, ndalon nga e keqja, të besoni në Allahun Azza wa Jall. Dhe argumentet shumëta që tregojnë për vlerën e kujt e thirrjes, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Thua, kjo është rruga ime, thres për tek Allahu me dije, unë dhe ata që më ndoqën mua. Urdhëro ose fton në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe mau'idha hasana, dhe në mënyrë më të mirë, dhe polemizo me ata në mënyrën më të duhur. Atëherë, në emër të urdhërimit në të ndalim nga keqja, u vra Uthmani, u vra Aliu radhiyallahu anhu. Dhe ta mendonin se po afroheshin tek Allahu Azza wa Jall me të punë. A mund të jetë çdo urdhërim në të mirë, ndalim nga keqja e mirë? Jo. Prandaj shariati ka vendosur rregulla. Për shembull, sot nga problemet është që thonë, nëse i pari muslimanëve, dhe kish problemi jonë se ne problemet e jashtme i sjellim këtu ke vendet tona dhe zihemi njëri tjetrin. Po më që zihemi, unë do ta sqaroj të çështje. Ka bërë filan atje e i pari atit vendi ka bërë gjunahe dhe dietarët kritikojnë dhe me që kritikojnë dietarët, ata dietarë kanë futur burr për shkak kritikimit. Dhe kjo është gënjeshtër. Pra të vend që të referohen. Jo, s'është e vërtet. Dietarët kritikojnë dhe haptës. Kritikojnë të keqen. E kritikojnë të keqen që bëhet nga çdo kush. Mënyrën e duhur. Për shembull, një nga rastet që ka Abdul Muhsin Abad, Allahu e ruajt, nga dietarët më të mëdhenj të Medinës, ka kritikuar haptës, gjëra që janë bërë nga institucion shtetërore në atë vend. Dhe ka bërë me edukat. E ka bërë me urtësi. Nga një zemër i një dietar që do të mirë në popullit dhe të parëve. Po kur del në forma të ndryshme, kur nxit populli për gjëra të tjera, fut urrëtie në shoqëri, qoftë për të parin, qoftë për ato që mbështesin parin, nuk jam me mendimin tënd, se jo detyrimisht të mendimin tënd. Mendoj ndryshe. Mendoj se kemi kohë ndryshe. Të paktën të mos fusin urrëtie dhe ndarje. Dhe armiqësi, sa hapat shuvin, fut urrëtie në emër të kujt? Xhelozis për fen. Unë kam xhelozi për fen. Dhe duhet ta ndërgjegjësoj popullin. Dhe populli duhet ta ditë vërtetën. Edhe këta rrojnë gjërat. I përzihen. Duhet kritikuar. Dhe përmend hadithin e shahidit. Që shahidi më i mirë është ai i cili e thot para. Po të thojnë para, të them mbrapa. Dhe edhe shpifin, për shembull në shumë raste, s'në vërtetën. Ose nuk e din, flasin pa dije të paktën, themi. S'kan diçka argument të qartë. Dhe merrem me të çështje nga të harrojnë vetë të tyre dhe nga të harrojnë të tjerët. Dhe unë jam me mendimin që për janë çështje që fakt nuk na takojnë në realitetin tonë shoqëror. Po në një farë mënyrë të kanë ardhur dhe janë nga të harruar në mendjet tona, në mendjet e të rive tanë. Dhe shumë të ri merren me të probleme. Dhe nuk merren me problemet tona që kemi në vendet tona, të ndryshme, që lidhen me besimin, me xhamatin, me xhamit. Hajde. I them dikujt, do të kontriboj për fen. Hajde hapi xhami. Hajde pso fëmit Kur'anin. Hajde, shiko familjen tënde. Shiko fëmijët e tu, edukoj si i ke. Ku po shkojnë? I pyet ku e ke djalin?
Ose di ku kam djalin. Edhe të dashur vëllezër, të dallosh nga dy të mira, cila është e mira më parsorë, më primare, është shumë e rëndësishme. Dhe të dallosh midis dy të këqijave, cila është e keqja më e madhe, është shumë e rëndësishme. Në mënyrë që çfarë? Ti je urdhëruar që të veprosh dhe zbatosh atë që është më e mira, më e rëndësishme, kur të dyja po flasin. Ose kur dy të shija përballen me ty dhe ti duhet patjetër njërin për njërin të përballësh. Duhet të largosh atë që është më e madhja. Të largosh dhe kjo që është më pak e vogël nëse mundesh. Në rast që ti s'mundesh, atëherë përballesh me të voglën. Duhet ndalëm pak e çështja e kësaj që ka lidhje me çështje shumë të rëndësishme tek ne që gjithmonë përsëritet. Që ka lidhje me zgjedhjet. Pra zgjedhjet intixhabatet, zgjedhjet parlamentar ku diun. Të dashur vëllezër, të janë çështje madhore që nuk i takon çdo kujt të flasë. Kjo është gjëja e parë. Unë e di që ka disa që thonë jo, i keni kufizuar gjërat mendjet, duhet të lënë të lirë të rinj të mendojnë dhe të japin pra të nxjerrin në dietarët tanë dhe t'i lëmë dietarët ta ndejnë që se di realitetin tonë. Jo, unë mendoj, dhe ky nuk është mendimi im, pra mendimi që vjen, mendim personal i imi, por në atë që unë kam dëgjuar nga dietarët gjatë viteve që unë kam mësuar në Medinë, është që ajeti kuranor fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, dhe pyesni ata që dinë nëse ju nuk dini, është një bazë që duhet bazohemi se mbi këtë bazë ne do shpëtojmë. Nëse ne ndahemi, unë pyes Hoxhë filanin, Hoxhë Yunuzin, Hoxhë Abdullahin, Hoxhë Ahmedin, dhe çdo kush ndahet në hoxhallarët e vet dhe nuk thehen tek dietarët e njohur të shuar të mëdhenj të botës islame, kudo që ndodhen, që janë dëshmuar për mirë, atëherë këtë çështje do na ngatarojë më tepër se ç'duhet. Duke luajtur për çështja se kush është dobia më e madhe, dëmi më i madh, nuk kanë çështje të takon çdo kujt. Kërkon shumë dije fetare në argumente, kërkon dhe përvojë dhe mpretësi në njohjen e realiteteve. Fjala nuk e di, përgjigje nuk e di, është shpëtuese për të. Është shumë shpëtuese. Dietarët kur pyeteshin vishin për shkakun Imam Malik, vishin me 40 mesele për shkak. Shumica nuk përgjigjesh, tash nuk e di. Çfarë ka sot me ne? Për shumë çështje që pastaj shkaktojnë huti midis nesh, turbullira, përçarje, pastaj nuk kemi dhe edukatën për të ruajtur pra mendimin ndryshe tek një tjetri, mund të përçahemi dhe duke imponuar mendimin ton tjetrit. S'kemi as tjetër që ne do të jemi dhe më të mëshirshëm në raste kur ne kemi mendime të ndryshme, dhe mund ndodhi, të kemi edukatën se si ne të sillemi një tjetrin. Nëse vllai im ka një mendim ndryshe nga unë, atëherë kjo është diçka që unë mendoj mirë për të, e cila buron nga qëllimi i mirë që ai ka për të arritur vërtetën. Dhe nuk lejohet në një çështje kur ka dy mendime, flasim për shembull fiku, ose dy mendime nga dietarët, janë dy mendime, që dikush ta imponoj tjetër në mendimin e vet. Mundet ta këshilloj, t'i sqaroj argumentet që ai beson se janë, pra, që janë më afër të vërtetës, dhe pastaj në fund fare duhet ta ruaj vëllazërinë. Dhe duhet të di se bashkësia jon, vëllazëria jon është nga dobit më të rëndësishme që do të ruajtur, dhe përçarja dhe armiqësia është nga të këqijat më të rrezikshme. Kush nuk do t'ja di për armiqësinë dhe përçarjen, atëherë kjo tregon që nuk ka cilësi të mirë të një besimtari të sinqert. Dhe ai cili përpiqet yajma bejnë kelimatil muslimin, të bashkoj fjalën muslimanëve ke vërteta, me durim vëllezër, me qetësi, me urtësi, me argument, sepse rruga e vërtet është e vështirë dhe e gjatë. Nëse ti bim shkurt për herë,
atëherë gabojmë. Dhe nuk jemi në luftë për treguar se unë jam ai i cili triumfoi ndaj teje. Po jemi vëllezër, që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ka thënë besimtari është vllai i besimtarit dhe jemi të urdhëruar të mos përçahemi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dhe kapni fort mbas litarit të Allahut azza wa jall. Dhe mos u përçani. Dhe mos u përçani. Ky është urdhër kuranor. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, bashkëpunoni në të mira dhe devotshmëri. Dhe mos bashkëpunoni në të këqija dhe pa në gjunahe dhe armiqësi. Si mundet sot shumë lehtë në një debat të thjeshtë midis dy vëllezërve për një çështje që është shumë e rëndë për ne ta mbajmë. Dhe dalim një përfundim të saktë, sigurt. Përçahen zemrat, armiqësohen dhe si më lehtë. S'ka rëndësi, pranohen punët e mira, ngrihet lart apo s'e ngrihet lart. I bëj bojkotet të vllajt tim unë, edhe rri rahat. Po karth, s'ngrihen punët e mira lart. Nëse ti i bën bojkot vllajt tënd pa të drejtë, mbi 3 ditë s'ngrihen punët e mira. Dhe ka haru që është si katlihi, si vrasja e tij. Jo, s'ka që. Rëndësi ka që unë jam muntasir, jam triumfova. Prandaj, ajo që unë do të dalë thelbi i këshillës së sotme është që besimtari duhet të di se dia është dritë, që të ndriçon rrugën tënde për tek Allahu. Dhe dia është ajo e cila të shpëton nga errësira e padijes. Je urdhëruar gjatë gjithë jetës tënde të mësosh, të kërkosh, të studiosh. Dhe qëllimi është jo mbledhje kulture, informacioni, dhe jo për të mësuar, për debatuar për tjerët, dhe jo dije për të dukur se unë di, po dije e cila të afron tek Allahu i madhëruar. Dije e cila ndërtohet gradualisht, hap pas hapi. Dije e cila kërkon durim dhe merret gradualisht. Prandaj dhe çështja se si kërkohet dija ka të bëjë me temën tonë. Fillohet me dijen që është më e rëndësishme dhe më e lehta. Më e rëndësishme dhe më e lehta për ty. Nuk hyn tek librat e mëdhenj të fikut dhe studion fjalët dietarëve që kanë thënë me argumente kundër argument. Dhe nuk merr librin të dëmurie që flet për sifatet që se kupton treçereku i muslimanëve. Lidhe se si shpikon Ibn Taymija ton sifatet. Pra rregullat që lidhen me cilësitë e Allahut azza wa jall. Po fillon me çfarë? Treparime. Treparimet për çfarë ka shkruar këtu autori? Është bazë kujt Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid është tillimi kujt i treparimeve. Dhe është shumë i thjeshtë, është për kë? Për të gjithë. Sebut ta'lif hadha al-kitab, shkaku i botimit i shkruarjes të këtij libri e ka përmendur. Ka qenë një kërkesë e princit Abdulaziz bin Muhammad al-Saud. Kërkoi të bëhesh një libër për njerëzit në përgjithësi. Dhe autori ka zgjedhur një gjuhë shumë të lehtë. Dhe filloi me të. Dhe uslubi i tij ka qenë shumë i lehtë. Pra, metodika, forma dhe mënyra ka qenë fjalë të thjeshta, të kuptuara nga tërë populli dhe ka përdorur dhe një edukim shumë të mirë, thot për çdo çështje dhe ad-dalil qawluhu ta'ala. Wad-dalil qawluhu nabi sallallahu alaihi wasallam. El-hadith. Argumenti është fjala e Allahut azza wa jall. Argumenti është fjala e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Një edukim që na bën dobi të gjithëve. Në mënyrë që të largohemi nga fanatizmi i njerëzve, i mendimeve të çdo kujt. Nga fjala çdo kujt merr dhe lihet, apo jo? Përveç kujt? Ka për thënë Imam Malik, thotë përveç personit që është në të varr. Dhe ka bërë me shenjë për tek varri për sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kush kërkon dijen, mos mashtrohet tek rrjetet sociale me vitet e shkurtra. Në 2 minuta këtu Hoxh Yunuzin, 3 minuta atje Hoxh Abdullahin, atje Hoxh ku diun Kadriun, e ti more dije.
Jo, gradualisht. Merre një libër me një hoxh që ti e do dhe beson, dhe thosh faqen e parë. Hoxh, kam dëshirë 5 minuta, nuk marr nga koha. Mas namazit. Ma shpjegon të faqe. Ta shpjegon hoxha, ti e mëson dhe mbarove. Gjithashtu, kjo kërkon kohë. Asnjëherë mos u nxitohesh këtë çështje kujt e kërkimit të dijes. Për ta marrë dijen jumlatan wahide. Pra, të gjitha më një herë. Po ajo merret gradualisht në mënyrë që të bëj dobi në zemër. Dhe ky është qëllimi i kërkimit të dijes. Sa kaloj nga minutat, hoxh? Kaloj 50 minuta. 50 minuta. Atëherë unë dhe sa më kam mundësi të flas? Sa dush. Sa dush? 10 minuta. Mirë, atëherë me një orë se mos ju edhe më tepër. Të dashur vëllezër, pra Kaloj shpejt, kështu që mos e ki gale. si? Kaloj shpejt se ishte dersi. Subhanallah, shpresoj lut Allahun të bëj dobi. Alhamdulillah, është shumë e rëndësishme pra njohja e çështjeve në imtësi. Dhe kur them në imtësi, kam për qëllim atë që thamë në fillim, të njohim ç'është el-muhim wal aham. Ç'është e rëndësishme dhe ajo që është më e rëndësishme. Ç'është el-khair wal akhyar. Ç'është e mira dhe ç'është më e mira. Ç'është ash-sharr wal ashar, pra ç'është e keqja dhe ajo që është më e keq. Sepse në shumë raste ne gabojmë. Për shembull, dikush bisedova dhe rrugës me vëlla Abdulrahmanin në lidhje me dawën dhe këshillën me të tjerët sillet në mënyrë më të mirë. Jashtë shtëpisë. Shpenzon në rrugë të dawës. Kurse në shtëpi, kur hyn, familjen e vet, me njerëz të shtëpisë, sjellja e tij është shumë e keqe dhe është shumë doshtërnguar në lidhje me familjen e tij. Atë që tregon nasi profetik në lidhje të kush është më e mira. Khairukum li ahlihi. Më i miri për jush është ai cili është më i mirë me kë? Familjen e tij. Apo shokët e tij. Çka? Familjen e tij. Familja ka qëllim me këtu, çfarë ka qëllimin? Kan gruan, nënën, babën, fëmijët, motrat, vëllezërit. Duke filluar pra nga më afër dhe duke u zgjeruar rreth familjes. Familja më e ngushtë dhe më e gjerë. Si mundet një person ta lë mënjan të hadith? Del jashtë, korrekt. Është gentil. Është shumë mirë. Vjen brenda shtëpisë bë tigër. Ujk. Thyen çdo gjë. Keq kupton çdo gjë. Nuk më shiron. Ngre zërin, i vrazht. Jo. Ti je urdhëruar në radhë të parë për familjen tënde. Për familjen tënde. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Dhe qërtoj ose parlemeroj familjen tënde ose farefizin tënd të afërt. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O të cilët keni besuar, ruani vetë juaja dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit. Përgjegjësia e parë ku bie? Tek vetja dhe familja. Cila është sadaka më e mirë vëllezër që japim? Ku e japim? Ke gruaja jote dhe tek fëmia. Ke nana, ke baba. Dikush jep. Andej jep, ne shpenzon tek tjerë, ke shokët, ke vëllezërit. Po shumë mirë. Ke shtëpia asgjë. Ke familja do shtrënguar. Sadaka më e mirë është tek fëmia jote. Tek gruaja jote. Prandaj çështjet janë të shumta, mund të flasim deri në sabah për ç'është më e mira dhe ç'është më pak më e mirë. Dhe ç'është më e keqja dhe ç'është më pak e keq. Duhet t'i dallojmë gjërat dhe shembull janë të lloj-llojshëm, që kanë të bëjnë me besimin ton, me moralin ton, me adhurimet tona, me sjelljet tona, me dawën.
Si mund dhe dikush, ti thot dikujt që nuk beson, mos pi alkool. Ke haram alkool. Si mund është ti, në një vend që shuhet për adhurimin e idhujve, dhe ateizëm, ti thush ti, mos hani kamatën ju. Se kamata është haram. S'ka kuptim. Si mund është ti që dikush, sa po vjen të falet, ti thu, kjo bluzë aty është me kështu me figura, nuk hyn engjë tu. Dil jashtë. Ç'a bëre të vetë? Si u sopërsa me Bedouin? Ç'a bërë Bedouin? Shumë të madhe. Po i ndaloi sahabët. Hadith madhështor, subhana, ke për të bërë aty libër me dobi. Kur ne habitemi, ku thonë për selefët ose në dietarët për të parëve tanë, nxora nga ky hadith 50 dobi. Nxora nga ky ajet 200 thot Sheikh Asal Usaimi. Thot 200 ca dobi. Ora thonë nga i nxori. Problemi është i joni kthehet, ne. Ne na fukaret. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm, vëllezër. Shumë të kujdesshëm. Atë vend që ti e di që është vend ku shuhen njerëzit, për shembull themi Kruja. Shuhet për çfarë? Për betashistën. Apo jo? Idhëtarin e tyre, pra do të di dyshimet që ata hedhin ke njerëz. Them argumentet, dyshimet, mendimet e tyre, ti studioj, ti shikoj, pastaj ti vi në mënyrë më të mirë. S'kam se të shaj ato. S'kam se të shaj, se bëj shaj ato më kapë për fyti, apo jo? Vërtet është. Jo, them gjëra të tjera. Isha një herë në udhtim në Theth. Mi shokun tim nga Saudia, nga Borejdia. Ta bëjmë edhe çik shumë edhe si pak shplodhje. Edhe na ngjici makina mund Theth. Nuk e di, ishim malin e zi, ai hodhi ai vend benzinës, hodhi naftë, në u prish makinën, edhe ngecëm aty me shtyme, hop, ke hotel filani, pse them emrin. Hotel filani. Jo, ishte vend tjetër, sa thash katanona, ma ishte kështu mal mrena maleve, ku diuna pyjeve. Edhe ato ishin gjithë me kryqe kështu, ishin me këto ikonat e tjera. Edhe kjo friksua ky shoku im, tha, "Mu çka këtu tha. Mos na bëj ndonjë gjë." Shqetëso, po vrat, mund të vrasë. O sri gjallë, thash. Unë gjallë, inshallah, nuk rip, pra, dhe e mund, tonë, mbroja jote, inshallah, pas Allahut. Edhe unë isha pak kështu skeptik, pra nuk e dje që do silleshin ata, po ato ishin shumë të mirë në sjellje. Interesontin biznesi e tyre, s'kishin punë ato. E mirë, po si fol atyre kulëm, ato ishin kurioz, ne morëm diçka për ngrënë, ishte para akşamit. Ishte panë shumë e bukur, fresk. Kërku mekanik, na ndihmuan ata. Zoti u zof për ata që na ndihmuan, ke më e mira. Dhe u afru gjyshi një herë. Gjyshi kishte pi teke aty, ishte shumë gati kështu në qef, edhe erdhi thotë, "Keni nga si jeni kështu?" Mirë. Mas gjyshi të xheloze gjyshi, erdhi dhe gjyshi. Pastaj nga gjyshi erdhi dhe nipçja. Nga nipri dhe djali dhe nipi. Erdhe nusja, unë blota aty me zhlis, u pa të bim ti, hoxha aty, asa o djani. Unë njofëm aty të nesmen, për sabah u bot tamam. Ta ne folëm, ratë parë u bë hapja, besimin e krijuesin, sa bukur ka kriju Allah. Zoti. As thash, e tham, nuk ka dhërohet as Muhamedi, as Jezusi, as xhamia, as kish. S'ka. Hapet dera një herë. Ç'po të ishte pa hap dera? Futë shelbi, bam. Ai do të vrasë pastaj. Po i futet shelbi derës, po çka ka ky? Hapi derën një herë me të butë, me qetësi. Dit gradualisht që ky Zot meriton adhurimin. As kusht tjetër, as profetët, as varret, as gjë. Mos i lëke kryqi për shkakun. Lëre kryqin në fund. Edhe dolën ke hoxha pastaj edhe ke prif, o frate, i thojnë atje në Elbasan. O frate, më kujton ore, ky të thojnë to moshatarët ti mbiri thojnë o frate. Edhe subhanallah, u miqsuma ata. Sa fillon të kërkoshin përgjigje për shumë pyetje. Një nga vajzat ishte në ankth, që shkuar llove vendesh. Pseudonim Hoxhallar. Ishin fallxhore ato. Që ka plot. Edhe kërkoshin derman. Ti fola për lutjen e Zotit.
për kërkim vetëm nga ai. Ndihmën, shërimin, zgjidhjen. I thash dhe i Kur'an, sa u bë xheloz vllai i saj, pe shkonte mesazh, thoshte ky shoku im, kështu po shumë mesazh aty thoshte që mos e merr. Po s'ka gjetur, ai do e merrte që vendos. I thash i Kur'an mushaf, ndrum numrat me atë djalin e madh që ishte në Kanada, ku ishte në Amerikë. Edhe do të thot vllai juaj që do dim se si të sillemi, qof në cilin vend je, çfarë situate je, me çfarë njerëz që të bësh. Për shumë nëse i situat X, do të cilësh të mënyrë. Më kupton? Pra, umëri nuk e preu dorën në farkohe, kur u hap skamja. U bëshën vjedhje apo jo? S'preu dorën. E ndaloj. Pra, ishte shtet islam, edhe i takon një shteti, me ligjët e veta që ishte ligjët e Kuranit, që të bësh kjo, po nuk e bën, për shkak se skamja e tepër të doronte njerëz të vjedhni. Dhe u ndal. Situata ndryshon. Pra në një vend ku ky vend shumë për shumë ateizëm, jam materialist. Për shumë, si mund është ti një evropian i sot i bësh dave? Ke i gjerman këtu? Rreth pa do të dish gjermanisht herë. Po nëse di gjermanishtën, e ke këtu. Ti po se di kulturën e tij, ç'a mendon ai, ç'a do, ç'a jep rëndësie. Si mund të fillosh dot, i shumë mrapa. Një herë flit, se shkush direkt, thot Allahu Azza wa Jall Kur'an, ja ahl al-kitab. S'ka pse thosh shumë direkt. Po njëu. Edhe pasi ti e njeh atë, mund të bëni pyetje përgjithshme të jetës, që çdo kush ka atë mendimin e vet rreth jetës, vdekjes, gjëra që janë të njohura, që janë pyetje filozofike. Ç'është jeta, ç'është vdekja, ç'është shpirti, ç'është pas vdekjes, janë pyetje filozofike. Dhe i bën. Dhe shikon ç'a mendimi ka. Dhe shtu, pra, çështja e ruajtjes së gjendjes në dawe, sipas pra ndryshon çështja e dawës në rreth të parë duke filluar në lidhje me tematikën dhe çështjen. Ke më rëndësishme tauhidi thamë të tjera. Pastaj ndryshon në bazë të vendit, situatës dhe të njerëzve. Për shembull, a mundesh ti flasësh që soi një bariu dhe një që është i pari një vendi perandori? Jo. Ka nevojë për një tjetër qasje ose një tjetër sjellje. Prandaj besimtari duhet të mësojë vëllezër. Të mësoj sepse mund gaboj. Dhe ignoranca është diçka tjetër, nuk është justifikim çdo rast. Ignoranca, nëse është nga mosdashja, është mundësia dhe ti nuk të kërkon, është nga neglizhenca jote, nuk është justifikim kur. Nëse ti dëshiron ta mësosh diçka dhe nuk ke mundësi, atë është diçka tjetër. E lutem Allahun e madhëruar të na bëj të vetëdijshëm për çdo çështje dhe të jemi pra gjithmonë në dije të saktë dhe të dobishme, dhe lutem Allahun e madhëruar që na udhëzoj tek rruga e vërtetë, rruga e drejtë. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.